Para se të fillojmë këtë histori që do t'ju lër pa fjalë, dua t'ju bëj një kërkesë nga zemra. Nëse keni një nënë që ka sakrifikuar gjithçka për ju, që ka qajtur natën që ju të mos e shihnit, që ka hequr dorë nga vetja e saj vetëm që ju të kishit bukë në tryezë, shkruani në komente fjalën nën, ose ndani një mesazh për nënën tuaj, sepse historia që do të dëgjoni sot është historia e miliona nënave të kësaj bote, grave që mbajnë botën mbi supet e tyre pa e ankuar kurrë. Qëndroni me ne deri në fund, sepse kjo histori do t'ju ndryshoj mënyrën se si shikoni sakrificat dhe dashurinë e vërtet. Kishte një fshat të vogël në skaj të maleve, aty ku rrugët nuk kishin asfalt dhe ku drita elektrike ndonjëherë bënte kapriçe, duke u shuar në mes të natës pa paralajmërim. Një fshat ku njerëzit njihnin njëri tjetrin me emër, ku fëmijët loznin në rrugica të pluhurosura dhe ku pleqt uleshin mbi gur të vjetër para dyerve të shtëpive dhe tregonin histori të kohërave që kishin ikur. Ishte një vend i thjesht, pa luksus, pa shkëlqim, por me një dinjitet të vet, të heshtur, si gjithë vendet që kanë parë shumë dhe kanë folur pak. Në atë fshat, në fund të një rruge të ngushtë të mbuluar me gjethe të vjeshtës, qëndronte një shtëpi e vogël me mure guri. Muret ishin të trash, të ngritur me duart e brezave të mëparshëm, dhe çatia prej tjegullash kuqe dukej sikur kishte parë shumë dimra të ashpër, pa u dorëzuar kurrë. Dera e drurit kishte humbur bojën e parë dhe kishte marrë ngjyrën e kohës. Një kafe të çelët, thuajse të biri, që jepte shtëpisë pamjen e diçkaje që ka rezistuar shumë. Dritaret ishin të vogla, si sytë e dikujt që shikon me kujdes botën nga larg. Dhe përreth shtëpisë, një kopsht i vogël, ku riteshin bimë të thjeshta, pak domate, pak speca, pak majdanoz, gjërat minimale që duhen për të mbajtur gjallë një familje. Në atë shtëpi jetonte Sabria. Sabria nuk ishte grua që tërhiqte vëmendjen e parë, nuk ishte asgjë mbreslënëse në pamjen e saj të jashtme. Ishte e mesme në shtat, me flok të zinj që i mblidhte gjithmonë mbrapa me një litar të thjesht, me duar të punuara, me lkur pak të nxirr nga dielli i fshatrave. Por kur e shikoje në sy, dhe kjo ishte gjëja e parë që të godiste, kuptoje menjëherë se para teje qëndronte një njeri jashtëzakonshëm. Sytë e saj ishin të errët, me thellësi që dukej se fshihnin botë të tëra brenda tyre, gëzime, dhimbje, shpresa, lot të gëlltitur, vendosmëri. Ishin sy që kishin parë shumë dhe kishin vendosur të mos thyhen. Sabria kishte lindur në atë fshat dhe kishte rritur në atë fshat. Kishte shkuar në shkollë me këmbë në përbor dhe kishte mësuar të lexonte me një dëshirë të zjarrt që të rrallë fëmijë kishin. Kishte ëndëruar, si gjithë fëmijët ëndërojnë, për një jetë ndryshe, për horizonte të reja, për botë përtej maleve. Por jeta, ashtu siç ndodh shpesh, kishte vendosur ndryshe. E kishte martuar herët, siç ishte zakon në atë kohë dhe në atë vend. Burri i saj, Muharemi, ishte njeri i mirë, i qetë, punëtor, me zemër të drejtë. Nuk kishte pas shumë, por kishte pasur mjaftueshëm për të nisur një jetë të re. Kishte ndërtuar atë shtëpi me duart e tij, kishte punuar tokën me djersë të ballit, kishte ëndëruar familje dhe ardhmëri. Dhe për disa vite, gjërat kishin shkuar aq mirë sa kishte qenë e mundur. Kishin pasur 3 djemë. Arianin, i madhi, kishte moshën kur fëmijët fillojnë të kuptojnë gjërat rritura. Kishte parë me sytë e tij si babai i tij po dobësohej, kishte dëgjuar bisedat e ulta të nënës me fshatarët, kishte kuptuar, edhe pse ju kishin thënë drejt për drejt, se diçka e keqe po ndodhte. Bleri kishte pak më i vogël dhe Gentiari akoma shumë i vogël për të kuptuar gjithçka. Por edhe ai kishte ndier, me atë ndjeshmëri të mrekullueshme të fëmijëve të vegjël, se në shtëpi kishte një trishtim të rëndë sigur. Muharemi kishte ikur në një mëngjes vjeshte, me qetësinë e dikujt që ka bërë paqe me veten. Kishte ndruar jetën natën, pa bujë, pa drama, thjesht kishte gjumur dhe nuk kishte u zgjuar më. Sabria kishte qëndruar ulur pranë tij gjatë gjithat e natë, duke mbajtur dorën e tij, duke ndjerë si frymëmarrja e tij bëhej gjithnjë e më e qetë, gjithnjë e më e largët, derisa kishte ndalur krejt. Dhe ajo kishte qëndruar atu edhe pas, me dorën e tij të ftohtë mes duarve të saj, duke bërë atë lloj paqeje me humbjen e madhe, që jo çdo kush arrin ta bëjë. Varrimi kishte qenë i thjesht, siç janë varrimet e njerëzve të thjesht, me lot të sinqert, me fjalë të pakta, me erën e dheut të freskët dhe luleve të vogla të egra. Fshati kishte qenë
Ardhur, kush kishte marrëdhënie me familjen, kush nga respekti, kush nga zakonet e vjetra të solidaritetit. Gratë kishin ardhur dhe kishin ndihmuar, kishin gatuar, kishin qëndruar pranë, dhe pastaj kishin ikur, dhe Sabria kishte mbetur vetëm me 3 djemtë e saj. Vetëm. Fjala binte rënd si gur i madh. Vetëm me 3 fëmijë, pa të ardhura të sigurta, me shtëpinë e vjetër, me kopshtin e vogël, me dimrin që po afrohej, me nevojat e çdo dite që nuk prisnin dhe nuk kishin mëshirë. Ajo natë, pasi i kishte vënë djemt të flinin, Sabria kishte dalë jashtë dhe kishte qëndruar në oborin e vogël duke parë qiellin. Yjet kishin qenë shumë, të ndritshëm, indiferent ndaj dhimbjes njerëzore. Kishte fryrë një erë e lehtë e ftohtë para rëndëse e dimrit, dhe Sabria kishte qëndruar aty, mes errësirës dhe dritës së yjeve, dhe kishte bërë atë promesë të heshtur, aq të thellë sa që nuk kishte nevojë për fjalë. Djemtë e mi do të rriten, do të jenë mirë, do t'i bëj të mira. Kjo promesë, e heshtur, e bërë vetën mes saj dhe qiellit të natës, kishte qenë fara e gjithë shkaje që kishte ardhur pastaj. Ditët e para pas vdekjes së Muharremin kishin qenë ato lloj ditësh kur gjithçka bëhet mekanikisht. Zgjohu, gatuaj, jepi fëmijëve të hanë, dërgoj në shkollë, punë, prore të njëjtën rutinë, dhe njerëzit funksionojnë jo sepse kanë forcë, por sepse trupi i njeriut ka mësuar mbijetesën, edhe kur mendja dhe zemra janë shkrimtuar. Sabria kishte kaluar nëpër ato ditë si nëpër mjegull, e pranishme fizikisht, por pjesërisht larg, duke procesuar humbjen në mënyrën e vetme që ajo dinte, duke punuar. Puna kishte qenë gjithmonë shpëtimi i Sabris. Kur nuk dinte çfarë të bënte, punonte. Kur e tremte ardhmja, punonte. Kur e kishte zënë brengosja, punonte. Kishte punuar tokën, kishte punuar në shtëpi, kishte punuar për fqinjet kur kishte nevojë. Kishte marrë çdo punë që i ofrohej pa e pyetur a ishte me dinjitet ose jo, sepse dinjiteti i vërtet, kishte kuptuar herët, nuk qëndronte në llojin e punës, por në arsyen pse punon. Dhe ajo punonte për 3 djem. Arjani, Bleari dhe Gentjari. 3 emra që Sabria i hoshte çdo mëngjes si lutje, çdo natë si falenderim. 3 emra që ishin arsyeja e çdo çohjes dhe çdo fjetje, e çdo sakrifikimi dhe çdo heqjeje dorë. Ata ishin gjithçka që kishte mbetur, dhe njëkohësisht ishin gjithçka i duhej. Fëmijët kishin vazhduar shkollën. Kjo kishte qenë gjëja e parë dhe e fundit, për të cilën Sabria nuk kishte kompromis. Shumë njerëz të fshatit i kishin thënë me mirëdashuri të sinqertë se djemt mund të ndihmonin me punë, se shkolla ishte luks kur kishte nevojë urgjente. Sabria kishte dëgjuar dhe kishte buzëqeshur, dhe pastaj i qua djemt në shkollë çdo mëngjes, me çfarë rrobash kishin, me çfarë ushqimi kishte mundur të bënte, me çfarë kishte. Sepse ajo e dinte diçka thelbësore që shumë njerëz e harronin kur e zinte varfëria. Librat ishin dera e vetme e sigurt drejt jashtë. Çdo derë tjetër kishte çmim ose kishte kushte, por dituria ishte e jotja për gjithmonë, pa u mund të merrte kush. Muret e shtëpisë mbanin të ftohtin dimrit me vështirësi, dritat nuk ishin gjithmonë, sepse fatura ishte shtrenjtë, por Sabria gjente mënyra. Gjithmonë kishte gjetur mënyra. Kishte kohë kur nuk kishte bukë të mjaftueshme, kur kishte llogaritur me kujdes çdo copë buke, çdo lugë gjelle, çdo kafshat, duke u siguruar që djemt të kishin të hanë para se ajo të merrte ndonjë gjë. Kishte natë kur kishte fjetur me stomakun bosh dhe kishte gënjyer fëmijët se kishte ngrënë më parë, vetëm që ata të mos shqetësoheshin. Kishte dimra kur kishte vendosur bataninë e vet me mbi djemt dhe kishte fjetur e mbuluar me xhaketën e vjetër të Muharremin, jo sepse nuk ishte ftohtë, por sepse fëmijët e saj nuk duhet kishin ftohtë. Kishte gjëra të tjera, detaje të vogla, të padukshme që ndërtojnë sakrificat e mëdha të nënave. Kishte hequr dorë nga shëndeti i saj kur nuk kishte para për mjekun, dhindse mirë kur nuk ishte. Kishte hequr dorë nga vestimentalit e reja, veshur të njëjtat rroba vit pas viti, derisa ishin bërë pothuese transparente nga shumëlarja. Kishte hequr dorë nga takimet sociale, nga argëtimi, nga të gjitha gjërat që bëjnë jetën pak më të lehtë dhe pak më të gëzueshme, jo me hidhërim, por me qetësinë e dikujt që ka bërë llogarinë dhe ka vendosur çfarë vlen.
Djemt rriteshin. Ariani ishte djali i madh dhe kishte kaluar brum ndjeshmërinë e babait të tij me karakterin e fortë të nënës. Nga shumë i vogël, kishte kuptuar situatën, kishte kuptuar se nëna e tij luftonte, kishte kuptuar se gjërat nuk ishin të lehta, kishte kuptuar se ai kishte rol. Nga mosha kur fëmijët të tjerë loznin pa mendime, Ariani kishte filluar të ndihmonte, me kopshtin, me punët e shtëpisë, me vëllezërit e vegjël. Kishte qenë i serioz dhe i matur, me sy që shikonin gjërat me kujdesin e dikujt shumë më të rritur. Por nën atë seriozitet, kishte fshehur edhe diçka tjetër, një zjarr të brendshëm, një dëshirë të fortë për diçka më shumë, një kuriozitet ndaj botës përtej fshatit. Lexonte çdo libër që i binte në dorë, pyette mësuesit pyetje që i bënin të mendonin. Kishte atë lloj inteligjencë jo vetëm librash, por edhe praktike. Dinte të shihte situatën, të analizonte, të gjente zgjidhje. Bleari ishte djali mesëm dhe ishte ndryshe nga Ariani, jo serioziteti i tij i qetë, por me një energji dhe guxim që na heri shkaktonte probleme dhe shumë herë ndihmonte. Bleari nuk kishte frikë nga asgjë, nuk kishte frikë nga puna e rëndë, nuk kishte frikë nga synimet e mëdha, nuk kishte frikë nga ata që i thoshin se nuk mundej. Kishte atë syrin e ngushtë kur sfidohej, atë ngrërqje të noflave kur vendoste të bënte diçka, shenja të karakterit fort që do të bëhej baza e gjithë shkaje që do ndiqte më pas. Gentjari, i vogli, kishte ardhur në botë me bollëk dashurie dhe humori, i gjallë, i shpejt, me fjalë të mprehta dhe me aftësinë e rrallë për të bërë të qeshur njerëzit edhe kur gjendja ishte e rëndë. Por nën atë gëzim, kishte diçka të thellë, një ndjesi për nënën e tij, për vuajtjet e saj, për sakrificat e saj, që na heri kishte bërë të qëndronte pranë saj dhe ta shihte me ato sytë e mëdhenj, si të kishte ditur gjithçka nuk e kishte thënë kurrë me fjalë. Të tre djemt rriteshin me dinin e njëjtë thelbësore, se nëna e tyre kishte bërë gjithçka për ta, se ajo nuk kishte lënë asgjë për vete, se jepa e tyre kishte koston e saj. Kjo dije, edhe nëse nuk shqihej me fjalë, ishte e tillë sa që ishte prezente në çdo pcim, në çdo vendim, në çdo fjalë thënë ose mbajtur brenda. Pa u thënë shprehimisht, edhe pa dramë ose lot, kishte formësuar karakteret e tyre në mënyra të thella dhe të qëndrueshme. Sabria nuk fliste shumë për vështirësitë, nuk ankohej, nuk qante para fëmijëve, nuk i ngarkonte me ndjenjën e fajit. Por ata dinin. Fëmijët gjithmonë dinë. Kishte mbrëmje, veçanërisht dimrit, kur errësira binte herët dhe botat kurrej brenda atyre mureve të gurve, kur familja mblidhej rreth tryezës me qirinj, sepse shpesh nuk ishte dritë, dhe Sabria tregonte histori. Histori të fisit të burrit, histori nga librat e vjetër, histori të sajuar e vet, histori për trim dhe guxim dhe punë dhe nder. Dhe nëpër ato histori kishte mësimet, jo si predika, por si thurim natyral i narrativit. Si njeriu vlen sa puna e tij, se ndershmëria nuk ka çmim, se vështirësia e sotme është forcë e nesërme, se familja është gjë e shenjtë. Ato mbrëmje me qirinj, me gjellën e thjesht në tryezë dhe historitë e nënës, ato kishin qenë universiteti i vërtet i tre djemve. Jo dozmos librat e shkollës, jo mësimet formale, por ato histori, ato vlera, ai modeli jetës i mishëruar nga nëna e tyre çdo ditë, çdo orë, çdo moment. Vitet kalonin, ngadalë kur dhimbja ishte e freskët, me ritëm të vet kur gjërat bëheshin rutinë. Fëmijët rriteshin, shkolla kalonte, djemt bëheshin gjithnjë më të mëdhenj, gjithnjë më të aftë, gjithnjë e më shumë prezencë në atë shtëpi të vogël. Por me rritjen e tyre, rritej edhe ndërgjegja, kuptimi i qartë se shtëpia dhe fshati ishin të vogla për synimet e tyre, se bota kishte më shumë dhe ata donin të merrnin. Kuptimi se nëna e tyre kishte bërë çfarë kishte mundur, por tashmë ishte koha që ata vetë të ndërtinin diçka të re. Kishte edhe diçka tjetër, diçka që nuk thuhej hapur, por ndihej. Turpi i varfërisë. Jo turpi ndaj varfërisë si gjendje. Ata kishin mësuar nga nëna se varfëria nuk është turp, por turpi ndaj pamundësisë, ndaj kufinjve, ndaj asaj ndjenje të pambrojtur kur bota ngrihet mbi ty dhe ti nuk ke armë të mjaftueshme.
Djemtë kishin parë nënën e tyre të punonte pandalur dhe të mbetej gjithmonë në të njëjtin nivel. Jo nga që nuk kishte punuar mjaftueshëm, por nga që sistemi i asaj bote kishte kufinjtë e vet. Dhe kuptimi i atyre kufinjve kishte ndezur diçka brenda tyre. Sabria e kishte parë ndezjen. E kishte parë në sytë e tyre atë shëndritjen e caktuar kur flitej për botën e madhe, për mundësitë, për vendet e tjera. E kishte parë dhe kishte ndjerë njëkohësisht krenarinë e nënës dhe dhimbjen e zemrës. Krenaria, sepse djemtë e saj ëndronin madh, siç duhej. Dhimbja, sepse ëndrimi i tyre madh do ta merrte larg. Por kjo dhimbje, ajo kishte vendosur ta mbante për vete. Fjala mërgim kishte filluar të shfaqej si shpirt ndër bisedat e djemve. I kishin parë të tjerë nga fshati dhe nga rajoni që kishin shkuar, të rinj me valixhe të lehta dhe shpresa të rënda, dhe disa kishin dërguar lajme të mira, para, ndryshime të dukshme kur ktheheshin në pushime. Modeli kishte qenë aty i dukshëm, shokues, dhe Sabria e kishte filluar të kuptonte se ishte çeta e radhës. Kishte natë kur kishte dëgjuar djemës duke biseduar mes tyre, me zë të ulët, duke menduar se ajo flinte, duke diskutuar plane, destinacione, mundësi. Kishte qëndruar e zgjuar, duke dëgjuar me zemrën e ndarë dysh, duke ndjerë njëkohësisht frikën e humbjes dhe gëzimin e shpresës. Ata po rriteshin, ata po fluturonin, edhe nëse kjo do ta linte vetëm. Por kjo nuk ishte hera e parë që Sabria kishte zgjedhur dhimbjen e vet mbi lumturinë e tyre. Nuk do t'ishte e fundit. Vendimi nuk u mor në një ditë. Gjërat e mëdha rrallë merren kështu. U bën ngadalë, si uji që gërryn gurin, fillimisht me fjalë të rastësi, pastaj me biseda serioze, pastaj me plane konkrete, derisa u bë i pashmangshëm si pranvera pas dimrit. Ariani kishte qenë i pari që kishte thënë hapur. Kishte qëndruar përballë nënës, me atë seriozitetin e tij të matur, me sytë e tij të drejtë për drejtë, dhe kishte thënë fjalën. Kishte thënë se donte të ikte, se kishte parë mundësi, se kishte ndonjë njohje që mund ta ndihmonte në fillim. Kishte folur me qetësinë e dikujt që ka menduar shumë para se të fliste, dhe në atë qetësi kishte pyetjen e paformuluar, lejen, bekimin, përhapjen e krahëve të nënës mbi vendimin e tij. Sabria kishte dëgjuar gjithçka pa e ndërprer. Kishte ulur duart në preh dhe kishte dëgjuar. Dhe kur Ariani kishte mbaruar, kishte qëndruar heshtje për pak, jo hezitim, por ai lloj heshtje me peshë që fjalët e mëdha lën pas vetes. Pastaj kishte thënë: "Ik, bëhu njeri." 3 fjalë, aq thjesht dhe aq shumë. Nuk kishte shtuar asgjë tjetër, nuk kishte kushtëzuar, nuk kishte qanë para tij, jo atëherë, jo para tij. Kishte thënë ato 3 fjalë me gjithë peshën e zemrës dhe gjithë fuqinë e vullnetit, si nën që lëshon shpendët nga kafezi, jo pse nuk i do, por pse i do. Bleri kishte pasur pak më shumë dramatik. Kishte ardhur me plan, kishte folur me dikë, kishte gjetur rrugë, kishte nevojë për pak para fillimi. Dhe Sabria e kishte gjetur atë pak para duke shitur të vetmin bizhu që kishte mbetur nga koha e martesës. Një unizë e vogël e artë që ja kishte dhuruar Muharemi atë ditën e parë. Kishte marrë atë unizë, kishte qëndruar me të në duar për pak, dhe pastaj kishte shkuar ta shiste. Bleri e kishte parë. Kishte qëndruar në derë dhe kishte parë nënën duke dalë me atë unizë në dorë, dhe kuptimi i asaj gjesteje e kishte goditur si rufe. Kishte gati thënë: "Jo nën, lere." Por Sabria e kishte ndalur me një shikimin e saj. Kjo unizë ka bërë punën e saj. Tani duhet bëj punën tjetër. Gentiari kishte qenë i fundit dhe kishte qenë ndryshe. Kishte qëndruar shumë, kishte ndier shumë, kishte folur pak. Me Gentiarin Sabria e kishte pasur veten shumë më të vështirë, sepse ai kishte qenë i vogli, ai kishte qenë ai fëmia i fundit, dhe me ikjen e tij, shtëpia do të mbetej krejtësisht boshe. Kishin qëndruar gjatë ulur bashkë atë mbrëmje, Sabria dhe Gentiari. Pa shumë fjalë, duke ngrënë çajin me heshtje, duke parë jashtë dritares ku bota kishte marrë tonin vjeshtor. Dhe Gentiari kishte thënë diçka që Sabria nuk do ta harronte kurrë. Nën, kur të bëhemi madh, do ta ndërroj gjithçka. Kishte qenë premtimi i fëmijës, i thjesht, i sinqert, i plot, pa specifikime, pa kushte, pa hezitim. Thjesht ajo dëshirë e pjekur ngadalë brenda zemrës së tij të re,
dhe e nxjerr jashtë si frymë. Sabria e kishte shtrënguar kokën e tij ndaj vetes dhe kishte thënë, "E di", dhe nuk kishte shtuar gjë tjetër, sepse disa gjëra nuk duhen shtuar. Ditët e largimeve kishin qenë ndryshe nga njëra tjetra. Largimi i Arianit kishte pasur atë heshtjen e seriozitetit. Kishte bërë valixhen e tij, pak gjëra, pak rroba, pak libra që nuk kishte mundur ta linte pas, dhe kishte kaluar orën e fundit duke kontrolluar gjërat e shtëpisë, duke rregulluar çfarë duhej rregulluar, duke i lënë nënës udhëzime për gjërat e ndryshme, si i rritur që largohet dhe ndjen peshën e largimit. Sabria kishte qëndruar dhe kishte dëgjuar, dhe kishte thënë po, dhe kishte mundur ta ruante qetësinë derisa kishin mbritur te porta. Aty Ariani ishte kthyer dhe e kishte parë. Dhe Sabria kishte parë Muharemin në fytyrën e tij, të njëjtat sy, të njëjtat linjat e kafazit të brinjve, të njëjtën mënyrë si qëndronte, dhe ajo kishte ndjerë diçka të prerë thellë brenda, jo vetëm dhimbja e ndarjes nga djali, por edhe eko e atij largimi tjetër, shumë vite më parë, kur dikush tjetër kishte ikur dhe nuk kishte ardhur më. Por kishte buzëqeshur si vetëm Sabria dinte të buzëqeshte kur dhimbja ishte e madhe, dhe kishte thënë, "Shkoje me shëndet dhe kthehu me nder." Largimi i Blearit kishte pasur më shumë gazllim dhe më shumë lot. Bleari kishte qajur, ai djali i fortë, ai djali guximtar, kishte qajur kur kishte përqafuar nënën, me ato qafa të gjata si djali kur nuk dëshiron të largohet. Dhe Sabria kishte mbajtur lotët brenda ndërkohë që përqafonte djalin e saj të mesëm, duke i thënë me zë të ulët gjëra që vetëm ata dy dinin. Largimi i Gentiarit kishte qenë ai që e kishte thyer. Gentiari kishte qenë i fundit, dhe me ikjen e tij, shtëpia kishte mbetur bosh si kurrë më parë. Kishte ikur me atë buzëqeshjen e tij, duke u përpjekur ta bënte të lehtë, duke bërë shaka, duke ndriçuar me humor situatën, por sytë e tij kishin pasur atë lagështi të errët që e tregon dikë që lufton me gjithë forcën e tij kundër lotëve. Kishte qëndruar te porta për shumë kohë duke u kthyer, duke parë prapa, duke dëgjuar nënën duke i thënë shkove, me atë zë të guximshëm. Edhe kur kishte humbur në kthesën e rrugës, Sabria kishte mbyllur portën dhe kishte qëndruar brenda oborrit, krejtësisht vetëm. Heshtja kishte qenë befasuese në ashpërsinë e saj. Shtëpia që kishte qenë gjithmonë e mbushur me zhurmë, me zërat e djemve, me hapat e tyre, me të qeshurit, me të grindurit, me ato mira tingujt e vogël të jetës familja. Pepitur kishte qenë krejtësisht e heshtur. Kaq heshtë sa që Sabria mund të dëgjonte kollitjen e vet, frymarrjen e vet, trokitjen e zemrës së vet. Kishte hyrë brenda, kishte ulur në karikën e vjetër të Muharemit, atë karikën që kush dinte pse e kishte mbajtur gjithë këto vite, ndoshta pikërisht për këtë moment, dhe kishte qarë. Kishte qajur si nuk kishte qajur prej kohës kur kishte humbur burrin, me gjithë trupin, pa mbajtur, pa u turpëruar, pa u kontrolluar. Kishte qajur për të gjitha lotët si kishte mbajtur mbrapa gjatë largimeve, për të gjitha netet e gjata të vetmis, për bukën e ngrënë vetëm, për bataniken e mbuluar mbi fëmijët e fjetur, për unigën e shitur, për premtimet e dhëna, për shpresat e mbajtura. Kishte qarë, dhe nëpër ato lot kishte vetëm dhimbje, por edhe diçka tjetër, diçka e çuditshme dhe e çmuar. Krenaria. Krenaria e qartë se ajo kishte bërë atë që kishte premtuar, kishte rritur 3 djem, i kishte quar në për shkollë, i kishte mësuar vlerat, i kishte dhënë krah, dhe tashmë ata po fluturonin, siç duhej, siç kishte shpresuar, siç kishte sakrifikuar gjithçka. Nata kishte ardhur ngadalë mbi atë shtëpi të vetmuar, dhe Sabria kishte fjetur duke mbajtur unigën e gishtave të boshatisur. Ajo bosh tani ishte vetja e saj. Por jeta nuk qëndron. Sabria nuk ishte tipi njerëzit që i rinte dhimbja ta pushtonte. Kishte qajur natën dhe mëngjesin kishte ngritur, kishte bërë çajin, kishte hapur derën dhe kishte parë diellin. Dielli kishte aty, indiferent dhe i bukur, siç është gjithmonë. Edhe Sabria kishte vendosur se nëse dielli ngrihej gjithë mëngjes pavarësisht nga çfarë, ajo mund të bënte të njëjtën gjë. Rutina e saj e re kishte qenë ndryshme, jo aq ndryshe nga e vjetra, por tani me hapësirë të madhe bosh rreth saj. Kishte zgjuar vetëm, kishte gatuar vetëm, kishte ngrënë vetëm. Kopshti kishte mbetur, puna e shtëpisë kishte mbetur, fshati kishte mbetur, por shtëpia kishte atë lloj heshtjeje që nuk mbushet dot me punë, atë lloj boshllëku që nuk plotësohet dot nga asgjë e prekshme. Fqinjit kishin ardhur, gratë e moshave të ndryshme, disa nga miqësia, disa nga kurioziteti, kishin sjell ushqim, kishin sjell fjalë ngëshllimi, kishin pyetur për djemt. Sabria kishte qenë e sjellshme, kishte pritur me çaj,
kishte folur me qetësi. Po djemt? Mirë, faleminderit. Po ti? Mirë, faleminderit. Ky mirë kishte qenë mburoja e saj, fjala universale të mbrojtjes ndaj simpatisë të tepruar, ndaj mëshirës së panevojshme, ndaj dëmshurimit që ndonjëherë e rëndon më shumë se sa ndihmon. Sepse Sabria nuk dëshironte mëshirë, kishte nevojë për forcë, dhe forcën e gjente vetëm brenda vetes. Shkruante me atë ngrohtësi dhe humor të tij, duke përpjekur edhe nëpër letra ta bënte nënën të buzëqesh. Sabria i lexonte ato mesazhe si lutje, i lexonte dhe rilexonte, duke i mësuar pothuajse përmendësh, duke marrë çdo fjalë si pasuri. Djemtë e saj ishin aty, ishin mirë, ishin duke luftuar. Kjo kishte qenë e mjaftueshme për ta mbajtur të ngritur, për ta mbajtur të shpresuar, për ta mbajtur gjallë në mënyrën e plot të fjalës. Por prapa atyre mesazheve kishte diçka që ata nuk i tregonin. Luftën e vërtet, vështirësitë e fshehura, momentet kur gjërat kishte dukur se po shembeshin. Sabria e kishte ditur, me atë ndjenjë të nënave që e di gjithmonë kur fëmijët e saj vuajnë, edhe pa fjalë, edhe nga larg, por nuk kishte pyetur. Kishte lënë hapësirën e tyre, kishte besuar forcën e tyre dhe kishte vazhduar të dërgonte dashurinë e saj nëpër fjalët e thjeshta. Shëndeti është kryesorja. Ju dua. Jeta e saj kishte vazhduar me ritëm të ngadalt, me ditë që i ngjasonin njëra tjetrës, me punë dhe heshtje dhe shpresë. Kishte punuar kopshtin me duart e saj, kishte riparuar çfarë kishte nevojë në shtëpi, kishte ndihmuar fqinjet kur kishte mundur. Kishte zbuluar diçka interesante, se me moshën dhe me vetmin, koha kishte marrë dimensione të reja. Momentet ishin bërë thellë të ndryshëm, sikur uji t'i heq gjithçka sipërfaqe dhe sheh fundin. Kishte natë kur ule jashtë, siç kishte bërë atë natën e madhe pas vdekjes së Muharemin, dhe shikonte yjet. Ishte e qetë atëherë, me qetësinë e dikujt që ka arritur llojin e harmonisë, jo duke zgjidhur problemet, por duke e pranuar natyrën e gjërave. Djemtë e saj ishin aty, diku, nën të njëjtin qiell. Kjo e bënte distancën pak më të vogël. Bota e jashtme nuk priste askënd me duar të hapura. Kjo ishte gjëja e parë dhe më e dhimbshme që Ariani kishte kuptuar pas ditëve të para. Kishte shkuar me synime të qarta, me plan, me atë seriozitetin e tij karakteristik, dhe bota kishte qenë aty, masive dhe indiferente, duke funksionuar sipas rregullave të veta, pa u shqetësuar fare nëse ai kishte plan ose jo. Bota e madhe kishte gjuhën e vet, zakonet e veta, ritmin e vet. Kishte rrjetet të errta të mundësive, ku nëse nuk dije dikë, nuk gjene gjë. Kishte mure të padukshme, jo mure diskriminimi të hapur, por mure subtil, mure preferencash, mure të kemi dikë tjetër më të përshtatshëm dhe duhet përvoj që nuk ke, dhe na telefono përsëri. Kishte atë ndjenjen e lobitur permanente, gjithmonë jashtë, gjithmonë duke parë në përdritaren e botës ku të tjerët ishin brenda. Ariani kishte gjetur punën e parë me vështirësi të madhe, një punë të rëndë fizike, pagë minimale, orare të gjata. Nuk kishte qenë ajo çfarë kishte imagjinuar, por kishte qenë fillimi, dhe Ariani e kishte kuptuar diçka thelbësore. Çdo fillim ka shtresën e vet të ulët. Pyetja nuk ishte nëse fillimi ishte modest, por nëse kishte qëndrueshmërinë ta shndërronte atë fillim në diçka. Kishte pasur natë kur kishte fjetur në dhoma tepër të vogla me njerëz tepër shumë, kur kishte llogaritur para me kujdesin obsesiv të dikujt që ka pak dhe dëshiron shumë, kur kishte ngrënë ushqimin më të lirë dhe më pak të mirë, sepse çdo qentark kishte destinacion. Kishte pasur momente lodhje jo vetëm fizike, por edhe shpirtërore. Ajo lodhja e thellë kur pyetja a ja vjen, bëhet e vështirë t'i jepesh përgjigje pozitive. Por kishte pasur edhe diçka tjetër. Diçka që e kishte mësuar nëna e tij, pa e thënë ndonjëherë drejt për drejt, se dhimbja e sotme nuk është gjëja e fundit, se çdo ditë që punon dhe reziston, ndërton diçka, edhe kur ndërtimi nuk është i dukshëm. Kishte ato mësimet e nënës së tij, ato histori të mbrëmjeve me qirinj, ato mënyrë si ajo kishte qëndruar e ngritur, pavarësisht gjithçkaje, dhe ato kishin qenë bazamenti mbi të cilin ai ndërtonte rezistencën e tij. Bleri kishte pasur rrugën e tij ndryshe. Kishte shkuar me atë energjinë e tij karakteristike dhe kishte gjetur punë relativisht shpejt, por pastaj kishin ardhur problemet e një lloji tjetër. Kishte pasur njerëz që kishin tentuar ta shfrytëzonin, punëdhënës jo korrekt, kolege me qëllime jo të mira, situata ku guximtarët bëhen pre të fatkeqësive të tjerëve.
Kishte pasur raste kur Bleari kishte gabuar, jo nga mungesa e karakterit, por nga mungesa e përvojës, nga ai naiviteti i shëndetshëm i të rinjve që besojnë se bota funksionon sipas rregullave të drejta. Kishte mësuar mësimet e vështira, se kontratat duhen lexuar, se njerëzit nuk janë gjithmonë që duken, se besimi nuk duhet dhënë falas. Kishte pjekur me çdo goditje, me çdo gabim, me çdo moment kur kishte duhet të riçohe pas rënjes, por kishte pasur edhe diçka tjetër. Atje, te ai karakteri guximshëm, te ajo bërthama e fortë e identitetit të tij, diçka që nuk thyhej. Kishte rënë, kishte u ngritur, kishte gabuar, kishte mësuar. Kishte pasur ditë kur e kishte zënë mendja për t'u kthyer, jo me dëshirë, por nga lodhja, dhe kishte kujtuar unizën e nënës, kishte kujtuar ato sy kur ja kishte dhënë parat, dhe lodhja kishte kaluar. Gentiari kishte ndryshe nga të dy vëllezërit e tij. Kishte shkuar i fundit, duke pasur avantazhin e vogël të rrugës së tyre. Dinte pak më shumë se çfarë priste, kishte pak adresa, pak kontakte, por kishte pasur edhe sfidat e veta. Fobia e veçantisë, ndjenja se të dy vëllezërit e mëdhenj kishin vënë liston shumë lart, se ai duhej t'i barazonte ose t'i kalonte. Presioni i padukshëm i rënditjes familjare. Gentiari kishte gjetur rrugën e tij nëpërmjet atij talenti që kishte gjithmonë, aftësinë të ndërtonte marrëdhënie, të bënte njerëzit të ndiheshin mirë, të gjente anën e mirë kur gjithçka dukej e errët. Dhe ky talent, i çmuar dhe i rrallë, kishte kthyer me kohë në avantazh real. 3 djemt kishin qenë në vende të ndryshme, por kishin mbajtur lidhjen mes tyre. Ishin vëllezër, kuptimi plot i fjalës, dhe kjo lidhje kishte funksionuar si rrjet mbrojtëse dhe si motor nxitës njëkohësisht. Kur njërit i kishte shkuar keq, kishte pasur 2 të tjerë. Kur njërit i kishte shkuar mirë, gëzimi ishte ndarë me 3. Kishte pasur biseda të gjata, natë vonë kur diferenca kohore e kishte lejuar, ku kishin folur sinqerisht mes tyre, pa mask, pa pretendim. Kishin ndarë frikrat, dyshimet, ambicjet, ëndrat, kishin diskutuar nënën, gjithmonë nënën, si pika qendrore rreth e cilës gravitonte çdo gjë. Si ishte? Apo ndihmohej? Çfarë kishim dërguar? Çfarë mund të dërgojmë më shumë? Paratë e para të dërguara kishin qenë pak, shumë pak, të pamjaftueshme për të ndryshuar ndonjë gjë strukturore, por sabria i kishte marrë si thesar. Jo sepse e kishin çliruar nga varfëria, por sepse kishte pasur mesazhin e vërtet prapa tyre. Djemtë e saj ishin duke punuar, ishin duke menduar për të, nuk kishin harruar. Kishte mbajtur ato para me kujdes të posaçëm, duke i shpenzuar me ekonomi të rrept, duke e bërë çdo qindark të vlejë më shumë nga vlera e saj nominale. Por vitet kalonin, dhe djemt po ndryshonin. Ariani kishte zbuluar terrenin e tij. Kishte aftësi me numrat, me analizat, me strategjin, gjëra që kishin qenë aty gjithmonë, por kishin nevojë për ambientin e duhur dhe kohën e duhur. Kishte filluar të avancojë ngadalë, jo me hapa dramatik, por me atë ngritje të qëndrueshme, graduale, të sigurt, si ngjitja e maltorit të kujdesshëm. Çdo hap kishte qenë i studiuar, çdo vendim i peshuar. Kishte investuar në vete, në kurs, në libra, në njohje me njerëz të drejtë, me qëndrueshmërinë e dikujt që ka kuptuar se investimet rrallë japin fryte menjëherë, por gjithmonë japin fryte nëse ke durim. Bleari kishte gjetur forcën e tij në sipërmarrje. Kishte atë karakterin guximtar, atë aftësinë të shihte mundësi ku të tjerët shihnin vetëm rrezik, dhe me maturinë e fituar nga gabimet e hershme, kishte filluar të ndërtojë. Kishte tentuar disa herë dhe kishte dështuar disa herë, por kishte mësuar diçka thelbësore nga nëna e tij, se dështimi nuk është fundi, por vetëm informacion i vlefshëm për herën tjetër. Kishte ngritur biznes të vogël, kishte bërë gabime, kishte ndryshuar kurs, kishte ndërtuar sërish, dhe her pas here, gjërat kishin filluar të rrotullohen. Gentiari kishte ndërtuar rrjet, njerëz, marrëdhënie, besime. Kishte kuptuar shpejt se bota funksionon nëpërmjet lidhjeve njerëzore, dhe ai kishte talentin natyral për to. Kishte gjetur fushën e tij, një ndër sektimi aftësive komunikuese dhe sektorit tregtar, dhe kishte filluar të ndërtojë me atë metodën karakteristike, me buzëqeshje, me sinqeritet dhe me punë të palodhur. 3 rrugë të ndryshme, por të gjitha drejtuar nga e njëjta zanafill, nga e njëjta bazë, nga e njëjta nën. Por historia nuk ecën në vit të drejtë. Jeta nuk ka të komoditet. Pati periudhë të errta, jo vetëm për djemt, por edhe për Sabrin që kishte mbetur. Sabria kishte sëmurur.
Kishte qenë diçka që kishte injoruar fillimisht, ajo mënyrë e saj karakteristike të mos u kushtonte rëndësi shëndetit të vet, por kishte përkeqësuar ngadalë me qëndresën e gjërave që nuk trajtohen. Kishte pasur ditë kur nuk mund të ngrihej dot, kur duart I dhëmbonin nga puna e shumë viteve, kur trupi kishte filluar të dërgonte sinjalet e tij me ngulm. Mjaft. Kishte fshehur gjatë nga djemt, kishte shkruar mesazhe normale, kishte folur me zë të qetë, kishte thënë jam mirë me atë besnikrinë e saj ndaj asaj fraze mbrojtëse. Nuk dëshironte t'i shqetësonte, nuk dëshironte t'i tërhiqte mbrapa, nuk dëshironte të bëhej barr. Por fqinjët kishin folur. Dikush kishte thënë diçka dhe Ariani kishte kuptuar, me atë ndjeshmërinë e tij ndaj nënës, atë aftësinë për të lexuar nëpër fjalët e saj, se diçka nuk shkonte. Kishte telefonuar me insistim, kishte pyetur me drejt për së drejti, dhe Sabria e kishte gjetur veten duke pranuar gjërat të cilat kishte planifikuar të fshihte. Reagimi I djemve kishte qenë I menjëhershëm dhe I bashkërenduar, siçte tradita e tyre kur ndodhte diçka me nënën. Kishin dërguar para për mjekun, kishin gjetur kontakte, kishin siguruar trajtim të mirë. Ariani kishte dashur të kthehej, ishte gati të braktiste gjithçka dhe të vinte, por Sabria kishte qenë kategorike. Nuk ktheheni, kishte thënë me atë autoritetin e heshtur që prindrit kanë kur janë vërtet serioz. Ajo çfarë po ndërtoni atje është shumë e rëndësishme. Unë do të shërohem, mjegu është mirë, vazhdoni punën tuaj. Kishte porosia e saj, jo lutje, por urdhër. Dhe djemt, edhe me zemër të coptuar, e kishin ndjekur. E kishin ndjekur sepse e dinin, sepse e kishin mësuar nga ajo, se respektimi I vullnetit të tjerëve, edhe kur je kundër, është ndonjëherë forma më e lartë e dashurisë. Sabria kishte kaluar ato muaj të sëmundjes vetëm, jo tërësisht, fqinjët kishin ndihmuar, por në thelb vetëm, me trimërinë e saj të heshtur. Kishte marrë ilaçet, kishte ndjekur trajtimin, kishte bërë gjithçka që kishte thënë mjeku, por kishte edhe diçka tjetër, kishte vazhduar të punojë sa kishte mundur, kishte vazhduar të shkruajë mesazhe gjërimi dhe kishte vazhduar të jetë ajo Sabria që kishte qenë gjithmonë. Sepse Sabria kishte kuptuar një gjë thelb. Nëse ajo thyhet, diçka thyhet edhe tek djemtë e saj. Lidhja mes nënës dhe fëmijëve është e fshehtë dhe e fortë, si fije e arit të padukshme, dhe nëse njëra anë dobësohet, tjetra e ndjen. Ajo nuk ja mund t'ja lejonte vetes atë dobësi. Jo tani, jo kur ata ishin duke ndërtuar ëndrat e tyre. Ishte dhuntia e fundit e saj ndaj tyre, ndoshta forca e saj e vazhdueshme, besimi I tij në ta, prania e saj si pikë fikse, ndërkohë që bota e tyre po rrotullohej. Por dhimbja kishte qenë e vërtet. Kishte natë kur kishte ndjer peshën e vetmis me gjithë rëndësinë e saj. Peshën e viteve të kaluara vetëm, të mesazheve që nuk zvendësonin praninë fizike, të atyre momenteve familjare të zakonshme, dërke ngrën bashk, bisedë para gjumi, prerje e bukës bashk, që mëngunin çdo ditë dhe zgjidhje nuk e kishte. Kishte pasur momente kur dyshimet kishin ardhur, ato zërat e errta që vinë nëpër net të lodhura. A kishte bërë mirë? A kishte sakrifikuar shumë? A do të ktheheshin djemt? A do ta kishin harruar pa keqbërje, por thjesht nga absortimi I jetëve të tyre të reja? Por ato dyshimet kishte mësuar t'i trajtonte si mysafir të papëlqyer, t'i pranonte, t'i dëgjonte pak dhe pastaj t'i dërgonte, sepse nën dyshimet kishte diçka shumë më të fortë, njohjen e Djemve të saj. I kishte krijuar ajo. I dinte karakteret, vlerat, zemrat. Dhe zemrat e atyre djemve nuk harronin. Djemt kishin pasur periudhat e tyre të errta gjithashtu. Ariani kishte pasur dështim të madh biznesi, një investim I llogaritur mirë, që kishte shkuar keq për arsye të paparashikueshme, duke I shkaktuar humbje serioze financiare dhe duke e kthyer prapa me vite pune. Kishte pasur ato javë kur kishte ngelur I palvisshëm, jo nga mungesa e vullnetit, por nga shoku I goditjes. Kishte pasur natë kur kishte ulur me letrat e humbjeve përpara dhe kishte pyetur veten si kishte gabuar dhe çfarë mund të bënte tani. Dhe aty, pikrisht aty, në ato momente të ulta, kishte ardhur zëri I nënës. Jo literalisht, por si zëri I brendshëm, si eko I të gjitha mësimeve të absorbuara vite me radhë. Kishte kujtuar si nëna e tij kishte punuar me tokën e gurtë, si kishte ngrënë borxhet me dinjitet, si kishte vazhduar kur çdo arsye e logjikshme thoshte mos vazhdo. Dhe kishte ngritur kokën, kishte llogaritur sërish, kishte gjetur rrugën tjetër. Bleri kishte pasur betejat e tij,
konkurrencën e pashëm të tregut, partnerët jo të besueshëm, situatat kur suksesi kishte qenë shumë afër e pastaj kishte larguar. Kishte pasur ato ditë kur lodhja akumulohej dhe bëhej mall i rënd, kur trupi thoshte mjaft dhe mendja nuk donte ta dëgjonte. Kishte mësuar të dëgjohej, të pushonte, të rifillonte, ritmin e maratonistit, jo të sprinterit. Genti kishte pasur zhgënjimet e marrëdhënieve, besime të tradhtuara, miqësi të rreme, ata njerëz që janë pranë kur gjërat shkojnë mirë dhe zhduken kur vinë vështirësitë. Kishte mësuar dal nga dal të dalloj të vërtetën nga gënjeshtra në njerëzit, të ndërtoj rreth vetes një rreth të vogën por të sigurt, kualitet mbi sasi. Por të tre kishin diçka të përbashkat, diçka që i kishte mbajtur lidhur dhe drejtuar ndërkohë që bota rreth tyre ndryshonte. Kujtimin e shtëpisë, kujtimin e asaj shtëpie të vogël me mure guri, të kopshtit me domate dhe speca, të mbrëmjeve me qirinj dhe historitë e nënës, të aromës specifike të asaj shtëpie. Çdo shtëpi ka aromën e saj të pazëvendësueshme, të zërit e nënës duke i thirrur për darkë. Shtëpia, nëna, ishte pika fikse rreth të cilës gjithçka tjetër rrotullohej. Sa larg të shkonin, ajo pikë mbetej fikse dhe e sigurt, dhe kjo sigurie kishte qenë burimi i jashtëzakonshëm fuqie. Ndryshimi nuk erdhi si rrufeja, erdhi si agimi. Agimi është i ngadalt. Fillimisht vetëm një ndryshim i vogël në horizont, pothuajse i pasigurt, i dyshimt, pastaj gradualisht, natyrshëm, me qëndresën e gjërave të mëdha, drita rritet derisa errësira largohet dhe ti kuptoje se tashmë është ditë e qartë. Kështu kishte qenë ngritja e 3 djemve. Ariani kishte rifilluar pas dështimit të madh biznesi me diçka kuptimill, me mësimet e dështimit. Kishte analizuar çdo detaj, kishte kuptuar ku kishte gabuar, kishte ndërtuar kuptimin e ri mbi rrënojat e të vjetrit dhe kishte bërë diçka të ndryshme. Kishte gjetur fushën e tij specifike, atë ndërsektorin të veçantë ku aftësitë e tij kishin vlerën më të madhe dhe kishte fokusuar energjitë e tij me precizionin e kirurgut. Rezultatet kishin ardhur ngadalë fillimisht, pastaj me ritim të ri, pastaj me shpejtësinë e diçkaje që ka arritur masën kritike. Kishte ditë kur kishte parë numrat dhe kishte mbetur i befasuar, jo sepse nuk kishte punuar për ta, por sepse ndonjëherë rezultati superion pritshmërinë dhe njeriu ndihet si në vendin e gabuar. Kishte mësuar të besonte numrat, të qëndronte i fokusuar, të mos u tërmitej nga suksesi aq sa nuk ishte tërmitur nga dështimi. Bleri kishte bërë gjetjen e tij, atë ndriçimin e sipërmarrësve kur gjejnë produktin ose shërbimin e duhur për tregun e duhur. Kishte pasur atë moment ndriçimi kur gjithçka kishte zënë vendin dhe kishte kuptuar se kishte gjetur diçka të vërtetë. Kishte investuar çdo burim, financiar, njerëzor, energjetik dhe kishte parë si biznesi rritej me shpejtësinë e frymëmarrjes. Kishte gabime edhe tani, sepse biznesi ka gjithmonë gabime, por tani kishte ndryshuar aftësia për t'i trajtuar. Kishte ekipin e tij, kishte sistemet e tij, kishte përvojën e tij, kishte rrjetet e tij, kishte besimin i fituar, si të tij ndaj vetes, ashtu edhe të tjerëve ndaj tij. Genti kishte bërë gjën e tij, kishte ndërtuar rrjetin dhe kishte momentin kur rrjeti kishte filluar të prodhonte vlera të pavarura. Kishte investime të suksesshme, partneritete të frytshme, mundësi që kishin ardhur si pasojë e reputacionit të ndërtuar vit pas viti. Kishte atë energjinë e tij natyrshme, gëzimin e sinqert, entuziazmin e vërtet, dhe ky kishte avantazhi e tij i fshehur, sepse njerëzit i besojnë atyre që besojnë veten dhe punën e tyre me gëzim. 3 vëllezrit kishin filluar të komunikojnë jo vetëm si familje, por edhe si bashkëpunëtor. Ariani kishte mendjen analitike, Bleri kishte guximin sipërmarrës, Genti kishte rrjetin dhe komunikimin, kombinimi kishte qenë i fuqishëm natyrshëm. Kishin filluar të investojnë bashk, të koordinojnë, të ndërtojnë strukturë ku forcat e secilit mbushin dobësitë e tjetrit. Ishte si trekëndshi i argjendër, secili cep i fortë, gjithë figura e qëndrueshme. Parat kishin ardhur, fillimisht si rrjedhë e mirë, pastaj si lum i vërtet. Kishin ndërtuar pasurinë e tyre jo me fat ose me shkurtë rrugë, por me punë sistematike, me sakrifica, me vendime të mira dhe mësimet nga ato të gabuara,
me durim dhe me fokus. Kishte marrë vite, shumë vite të punës intensive, shumë natë pa gjumë, shumë vendime të vështira, por kishte ardhur. Dhe me bollëkun financiar, kishte ardhur edhe diçka tjetër, perspektiva. Kur nuk je i zënë gjithkohës me mbijetesën, kur stresi ekzistencial ulet pak, kur hapet hapësira mendore, atëherë mendon me thellësi ato gjëra që lodhja e kishte mbajtur larg. Dhe e para gjë, gjithmonë e para, ishte nëna. Kishin biseduar, të tre bashk, njëra nga ato bisedat gjata vonate, dhe kishin vendosur, jo me shumë fjalë, jo me konferim dramatik, por me atë lehtësinë e vendimeve që Jam bërë tashmë emocionalisht para se të bëhen logikisht. Ishte koha. Ishte koha të ktheheshin. Ishte koha të shpërblenin çdo gjë. Kishte qenë sekret, dhe kjo kishte qenë gjëja e parë mbi të cilën kishin rënë dakord. Nëna nuk duhej ta dinte asgjë paraprakisht. Jo sepse fshehja ishte idhja me vete, por sepse surpriza kishte qenë pjesë e dhuratës. Kishin dëgjuar e kishte treguar si kur ishte voglushi Gentjari, kishte bërë gjithmonë surpriza të vogla, lule nga kopsht, gur të bukur nga përroj, gjëra pa vlerë monetare, por me vlerë të madhe dashurie. Dhe ajo kishte qenë aty, duke buzëqeshur, duke thënë se nuk duhej, duke pasur atë lumturinë e tillë natyrore ndaj gëzimeve të vogla. Sa shumë ishte njëre e tillë. Planifikimi kishte qenë i detajuar siç i kishte hije 3 djemve të Sabris. Ariani kishte koordinuar logjistikën, datat, oraret, transportin, rendin. Blerari kishte koordinuar transformimin e shtëpisë. Kishin kontaktuar njerëz vendas, kishin bërë plane të hollësishme për rinovimin, kishin gjetur artizan lokal. Gentjari kishte koordinuar detajet e surprizës. Kishte gjetur kush mund ta mbante nënën larg shtëpisë gjatë punimeve, kishte organizuar momentet. Kishte qenë projekti i tyre i madh i përbashkët, jo biznesi, jo investimi, por këtë, kthimit e nëna dhe ndryshimi i jetës së saj. Blerari kishte shkuar i pari, fshehurazi, para se të vinin të tjerët për të mbikëqyrur punimet. Kishte qëndruar me një farë emocionit veçantë duke parë shtëpinë e vjetër. E kishte njohur çdo cep, çdo plasaritje në mur, çdo dritare të vogël, çdo laç i vjetër mes gurve. E kishte njohur me atë njohjen që merret vetëm nga fëmijëria e kaluar diku, kur çdo detaj i vendit është i regjistruar thellë në memorien e trupit. Kishte parë shtëpinë dhe kishte ndjerë menjëherë dy gjëra njëkohësisht: trishtimin për gjithçka nëna kishte kaluar vetëm aty dhe vendosmërinë e fortë për ta ndryshuar. Jo për ta fshirë të kaluarën, as nuk mund të fshihet, as nuk duhet, por për ta ndryshuar të ardhmen. Për të siguruar se vitet që vinin do t'ishin ndryshe, do t'ishin ato vite që nëna meritonte. Punimet kishin filluar, ndërtues vendas, njerëz të fshatit dhe të rajonit, punë mirë dhe e ndershme. Shtëpia kishte filluar të shndrohej, jo duke humbur karakterin, por duke fituar dinjitetin. Muret e gunit kishin mbetur. E kishte kërkuar Ariani sepse muret e gurit ishin historia, ishin punërat e gjyshërve, ishin trashëgimia. Por gjithçka tjetër, çatia, dyshemet, sistemet, mobiljet, kokshti, gjithçka kishte marrë formën e re. Kishin zgjedhur me kujdes çdo detaj, duke menduar tek nëna, çfarë do t'i pëlqente, çfarë do ta bënte të ndihej rehat, çfarë do t'i jepte rehati dhe gëzim. Jo luksin i ftoftë të shtëpive të magazinave, por ngroftësinë e shtëpisë, ku ndihesh i dashuruar, ku çdo objekt ka vend dhe qëllim. Kishin bler gjithashtu tokën rreth, ato fisha të vogla që kishin qenë gjithmonë objekti i ndërimit, ajo tokë mjaftueshme për jetë të qetë. Kishin siguruar të ardhura periodike, investimet ishin bërë në mënyrën që Sapria të kishte rehati financiare, pa varësi, pa frikë. Kishin menduar për shëndetin e saj, mjekun e mirë, sigurimet, kontrollet e rregullta, gjithçka. Kishin menduar gjithçka, dhe kjo mendim i gjithanshëm kishte vetë formën e dashurisë. Jo dashuria e fjalëve dhe premtimeve, por dashuria e veprës dhe e detajit, dashuria që thot, unë i njoh nevojat e tua dhe i kam adresuar të gjitha. Gentjari kishte qenë ai që kishte koordinuar ditën. Kishte gjetur një mënyrë, nëpërmjet gruas së një kushërini, të merrte nënën jashtë shtëpisë pikërisht ato ditët e fundit, kur gjërat po finalizoheshin. I kishte thënë se ishte e ftuar dikund, se duhej të vinte, dhe Sabria, e pashishme sa i përket ftesave sociale, kishte pranuar me pak hezitim. Ajo nuk kishte ditur asgjë. Ose ndoshta kishte ndjerë diçka. Nënat gjithmonë ndjejnë diçka, por kishte vendosur të mos pyeste. Ishte ajo ndjeshmëria e saj e rrallë, të lejosh gjërat të shpalosen siç duhen, të kesh besim, të presësh. Ishte mëngjes i qartë,
ato mëngjese kur ajri ka ato pastërti kristalore, kur dielli ngjitet ngadalë mbi male dhe pikërisht para se të trokas horizontin, lëshon ato rrethe horizontale të arta që ndriçojnë gjithçka me butësinë e ngroftësisë. Sabria po kthehej nga shtëpia e gruas ku kishte kaluar ato ditë, duke ecur në rrugën e njohur, rrugën që kishte ecur mirë arrer, rrugën që e dinte me çdo gop dhe çdo gur. Kishte menduar të kthehej tek shtëpia e saj, tek kopshti i saj, tek çaji i mëngjesit vetmuar, rutina e njohur, e qetë, e saj. Por kur kishte marrë kthesën e fundit, aty ku rruga zbehej dhe shtrihej para shtëpisë, kishte ngritur syt dhe kishte ngritur. Kishte ndaluar, kishte qëndruar aty e pa lëvizur, duke parë. Shtëpia e gurve ishte aty, e njëjta, shtëpi me të njëjtat mure të trasha që kishin parë gjenerata, por gjithçka tjetër kishte ndryshuar. Çatia kishte marrë tjegullat reja, kuqe, të ndritshme si flakë qetë. Dritaret ishin zvendësuar, të mëdha, me kornizë të bardhë, duke lënë dritën të hynte lirisht. Porta ishte e re, prej drurit të masiv, me gënderur motive të thjeshta, me ngjyrën e thellë të ahut. Kopshti rreth shtëpisë kishte lule, shumë lule, ngjyra të ndryshme, të mbjella me kujdes rreth shtigjeve të reja të gurit të bardhë, dhe mbi porte, e varur me kujdes, kishte një parul të thjeshtë. Mirë se erdhe në shtëpinë tënde. Sabria kishte qëndruar aty dhe nuk kishte lëvizur. Mendja provonte ta kuptonte atë çfarë i shikonin syt, po bënte atë punën e ngadalë të kuptimit, kur informacioni është shumë i madh për të procesuar menjëherë. Kishte parë pemët e reja të mbjella rreth objorrit, pemët frutore me degë të reja dhe gjelbe. Kishte parë shtizën me flamurin e vogël. Kishte parë muret e lara dhe të bardha, pa asnjë plasaritje, pa asnjë njoll të kohës. Dhe pastaj kishte dëgjuar hapat. 3 palhapa, të njohur si frymmarrja e vet, si rrahjet e zemrës, duke ardhur nga brenda oborrit. Porta ishte hapur. Ariani kishte dalë i pari, serioz si gjithmonë, me atë qëndrimin e drejtë të tij, por me sytë e lagur, pa u munduar t'i fsheh lotët. Pastaj Bleari, ai djali guzimtar, ai djali fort, kishte dalë me hapa të sigurt por me buzëqeshje e dridhur, si dikush që lufton me gëzimin e tepërt. Dhe i fundit kishte dalë Gentjari, me të dyja duart e hapura, me atë buzëqeshjen e tij të madhe, me lotët duke rrjedhur lirshëm, pa asnjë turp, sepse gëzimi i vërtet nuk ka turp. Nën, kishin thënë të tre njëkohësisht, jo me marrëveshje, por me atë sinkronizimin e mistershëm të njerëzve që kanë lindur nga e njëjta zemër. Sabria kishte lëvizur. Jo ngadalë, jo me hezitim, kishte lëvizur me shpejtësinë e dikujt që ka pritur gjatë dhe tani prita ka mbaruar. Kishte kaluar shtizën, kishte kaluar hyrjen e kopshtit dhe kishte arritur te djemtë e saj. Përqafimi kishte qenë ai lloj përqafimi për të cilin nuk ka fjalë të mjaftueshme. Kishte qenë 4 trupa në një. 4 njerëz që kishin ndjerë distancën e viteve të shumta, duke u shkryer njëri tjetrit, e duke ndjerë nevojën e njëri tjetrit, duke u bërë sërish e plot. Sabria kishte mbajtur djemtë e saj me atë fuqinë e nënës, me duart e punuara, me zemën e plot, dhe kishte ndjerë si koha kishte kthyer drejtimin, si gjithë ato vite largimi ishin bërë papritmas, sikur nuk kishin ndodhur kurrë, sikur kjo ishte e vetmja e vërteta. Ata, bashk, aty. Kishte qajt. Sabria kishte qajt, me të gjithë trupin, me gjithë shpirtin, pa mbajtur asgjë, por jo nga dhimbja. Për herë të parë prej vitesh të shumta, ishin lot gëzimi të pastër, lot i fitores, lot i shpërblerjes, lot i njohjes se gjithçka kishte ja vlejtur. Çdo sakrificë, çdo natë e vetme, çdo mëngjes i vështirë, çdo cop buke ngrënë me ekonomi, çdo mall dhe çdo friksim, dhe çdo orë pune e pafund, gjithçka kishte linjën e tij të drejtë drejt këtij momenti. Djemt kishin qajtur gjithashtu, pa turp, pa frenime, sepse burrat e vërtet janë ata që mund të qajnë kur gëzimi është i madh. Kishin qëndruar kaq gjatë në atë përqafim, dhe fshati kishte qenë i heshtur rreth tyre, sikur e gjithë natyra kishte vendosur t'u jap hapësirën e nevojshme. Kur kishin ndarë, Ariani kishte marrë nënën nga dora dhe e kishte shoqëruar drejt shtëpisë. Kishte hapur derën, ajo derë e re me gdhendjen e bukur, dhe kishte thënë me zë të qetë: "Hy nën, kjo është shtëpia jote, siç e ke merituar gjithmonë." Sabria kishte hyrë. Kishte parë dhomën e parë, të hapur,
me dritë të bollshme nga dritaret e reja, me mobilje të ngrohta prej druri natyral, me qilima të thurura me dorë, me gjitha të ngrohtësinë e shtëpisë që ndihet e dashur. Kishte parë kuzhinën, të madhe, praktike, me çdo gjë të nevojshme, dhe kishte kujtuar sa herë kishte gatuar në atë kuzhinë të vjetër me shpinë të dridhur nga të ftohti. Kishte parë dhomën e gjumit, me shtrat të madh të butë, me dritare që shihte kopshtin, me perdet e lehta të bardha që luhateshin nga era e lehtë. Kishte qëndruar në mes të dhomës dhe kishte bërë rrotullim të plot, duke parë gjithçka, duke e absorbuar ngadalë. Djemtë e mi, kishte thënë me zë të ulët, e keni bërë shumë. Nuk kemi bërë as gjysmën e asaj çfarë ke bërë ti për ne, kishte thënë Bleari, dhe kishte qenë e vërteta e thjesht formuluar. Kishin ulur bashk, 4 prej tyre, në atë tryezë të re, në atë shtëpi të ringjallur, dhe Gentiari kishte sjell çajin. Çaji i parë bashk, pas vitesh. Gjëra të thjeshta, me peshë të madhe. Pastaj Ariani kishte hapur valixhen e tij dhe kishte nxjerrë zarfin, jo me dramatik, por me qetësinë e tij karakteristike. Kishte vënë zarfin përpara nënës dhe kishte thënë: "Nën, kjo është për ty. Investime të sigurta, të ardhura periodike. Nuk ke nevojë të punosh kurrë më për bukën e gojës, jo sepse puna është turp, e dim çfarë na mësove, por sepse tani mund të punosh vetëm atë punë që të gëzon." Sabria kishte marrë zarfin me duart e saj të punuara. Kishte parë brenda, kishte kuptuar dhe kishte ngritur syt me atë shprehjen e dikujt që nuk di nëse duhet të qaj apo të qesh dhe zgjedh të bëjë të dyja. Bleari kishte shtuar. Shtëpia është bler plotësisht, dhoja rreth saj gjithashtu. Mjeku i familjes do të vijë çdo muaj. Gjithçka është rregulluar. Gentiari, i fundit, kishte marrë nga xhepi diçka të vogël dhe kishte vënë përpara nënës. Ishte një unazë e artë, e re, por e bërë me dizenjon të saktë të asaj unaze të vjetër që Sabria kishte shitur vite më parë për t'i dhënë Blearit shparime. Kishte qenë heshti e plot. Sabria kishte parë unazën. Kishte marrë me gishtat e saj të dridhur. Ishte e njëjta, jo ajo e vjetra, por kopja e saj e besnike. Dhe ky detaj i vogël, ky gjest i menduar, kishte qenë ai qelisi i fundit që kishte çelur derën e të gjithë emocioneve. Si e dini? Kishte pyetur me zë të mbytur. E dinim gjithmonë, kishte thënë Gentiari me atë butësinë e tij. Dije se e kishe shitur, dije pse, dhe dije se duhej ta kthenin. Sabria kishte vënë unazën në gisht, kishte ngritur dorën dhe e kishte parë, të njëjtën dritë, të njëjtin shteg i ri pas kaq vitesh, dhe kishte ndjerë si diçka e rrethonte të plot, si rrethi kishte mbyllur dhe gjithçka ishte si duhet. Fshati kishte folur. Fshati gjithmonë flet. Ky është një prej karakteristikave të vendeve të vogla, aty ku njerëzit e njohin njëri tjetrin dhe ku lajmi udhëton me shpejtësinë e erës. Kishin folur për kthimin e djemve të Sabris, për shtëpinë e renovuar, për ndryshimin. Kishte pasur ata që kishin qenë të lumtur, shumica, dhe ata që kishin buzëqeshur me ironi, siç bëjnë gjithmonë disa, sepse suksesi të tjerëve ndonjëherë irriton ata që nuk besojnë në të vetin. Por Sabria nuk kishte pasur kohë për asnjë prej tyre. Kishte pasur ditë të pjota me djemt, ditë si ato mbrëmjet e dikushme me qirinj, por tani me dritë të bollshme dhe tryezë të mbushur, me të qeshur të lirshëm dhe histori të ndara. Djemt kishin treguar, kishin hapur librat e jetëve të tyre, kishin ndarë me nënën gjithçka që kishin mbajtur prapa gjatë viteve, jo nga mashtrimi, por nga dashuria. Kishin treguar betejat, kishin treguar dështimet, kishin treguar momentet e frikës dhe vendosmërisë. Dhe Sabria kishte dëgjuar gjithçka me atë qetësinë e saj, pa të qajt, pa të tronditur, por me atë praninë e plot që e bën dikën dihesh vërtet i dëgjuar. Kishte dëgjuar dhe her pas here kishte nënduar, dhe ndonjëherë kishte thënë diçka, pak fjalë, të zgjedhura me kujdes, dhe ato pak fjalë kishin pasur peshën e gjërave të thëna nga zemra me eksperiencë. Kishte kaluar kohë me secilin veç e veç gjithashtu. Sabria e dinte se djemt kishin nevojë edhe për atë lloj kontakti individual, jo vetëm familjar. Me Arianin kishin folur për punën dhe planifikimet. Ai gjithmonë donte të ndante planet e tij me nënën, kishte nevojë për miratimin e saj si bazë e sigurt. Me Blearin kishin ecur nëpër kopsht dhe kishin biseduar hapur për të ardhmen. Bleari kishte ndjenja të thella për rrënjët, për vendin e origjinës, dhe me nënën mund të fliste për to pa u ndier i dobët.
Me Gentjarin kishte qeshur shumë, kishte qenë ajo gëzimtarja e vjetër, ai djalë që e kishte bërë gjithmonë të harronte rëndësinë. Ditët kishin kaluar si ujë i lumit, natyral, pa fren, plot jete. Por kishte edhe momentet e qeta, ato momentet e vetmuara të Sabris kur ulej në kopsht mbrëmjeve dhe mendohej. Kishte menduar gjithë rrugën, nga ajo shtëpi e ftohtë dimrit, nga ato mbrëmje me qirinj, nga ato mëngjese kur kishte ngritur pa pasur siguri për ditën. Kishte menduar Muharemin, kishte ndjer pranisë së tij, siç e ndjente ndonjëherë, si gjë e heshtur dhe butë, si era e lehtë. Kishte menduar si do t'ishte kënaqur, jo me pasurinë, por me djemt, me karakterin e tyre, me drejtësinë e tyre, me atë mënyrë si kishin mbajtur familjen si gjë të shenjtë. I rrite mirë, kishte ndjerë si po i thoshte, dhe kishte buzëqeshur. Por historia e Sabris kishte pasur edhe një dimension tjetër, diçka që shumë njerëz e mungojnë kur flasin për historitë e suksesit, sepse suksesi i djemve kishte qenë i madh, kishte qenë i vërtet, kishte qenë i fituar. Por burimi i atij suksesi, fara e parë, bazamenti, themeli mbi të cilin gjithçka ishte ndërtuar, kishte emër dhe fytyrë: Sabrie. Jo sepse ajo kishte dhënë para, ajo nuk kishte shumë para. Jo sepse kishte hapur rrugë, kishte jetuar në fshat të vogël, pa lidhje dhe pa ndikim, por sepse kishte dhënë gjën e vetme të pazvendësueshme, modelin e jetës. Kishte treguar çdo ditë, pa fjalë të mëdha, se çfarë do të thotë të punosh me ndershmëri, të qëndrosh i drejt kur e ka të lehtë të humbasësh rrugën, të sakrifikosh pa pritur shpërblim, të dashurosh pa kushtëzim. Fëmijët marrin shumë nga prindrit e tyre, shumë më tepër se sa ç'mendojmë. Marrin mënyrat e të menduarit, marrin vlerat, marrin shprehitë e reagimit ndaj vështirësive, marrin atë bazë të brendshme, ato vlera thelbësore që mbetet e qëndrueshme edhe kur gjithçka lëviz. Ariani kishte marrë seriozitetin dhe metodën e Sabris, aftësinë për të menduar qartë në situata të turbuluara, për të mos u panikuar, për të vazhduar metodikisht edhe kur rruga nuk ishte e qartë. Kishin qenë cilësitë e Sabris, mishëruar tek ai. Bleari kishte marrë guximin dhe qëndrueshmërinë e Sabris, aftësinë për të ngritur pas çdo rënjeje, për të mos lejuar dëshpërimi të bëhet gjendje e përhershme, për të parë mundësi aty ku të tjerët shohin vetëm pengesë. Kishte qenë frymëzimi i Sabris gjallë tek ai. Gentjari kishte marrë ngrohtësinë dhe aftësinë lidhëse të Sabris, aftësinë të bënte njerëzit të ndjeshin të parë dhe të vlefshëm, atë sinqeritetin e marrëdhënieve, atë besim të njerëzit. Kishte qenë dhurata e Sabris dhënë botës me përmes tij. 3 djemt të ndryshëm, por të gjithë në rrënjë nënën e tyre. Dhe kjo ishte mesazhi i vërtet i historisë së Sabris, se trashëgimia e vërtet nuk matet me para dhe me prona, matet me karakterin e njerëzve që lë pas, matet me vlerat e kalimit nga brez në brez, si flakë e qiriut, njëri ndez tjetrin dhe drita shumë fishohet pa u dobësuar. Sabria kishte qenë e varfër në pronë dhe e pasur në gjithçka tjetër. Kishte atë pasurinë të çmuar të shumtë dhe pakët, dinjitetin, ndershmërinë, dashurinë pa kufizime, vullnetin e patundshëm. Dhe atë pasuri, të pamatshme dhe të parrezikshme, ja kishte lënë trashëgimi 3 djemve të saj si gjë shumë herë më të vlefshme se çdo gjë tjetër. Djemt kishin bërë milioner, por para se të bëheshin milioner, kishin bërë njerëz, dhe bërja e tyre njerëz kishte qenë puna e madhe, e heshtur, e palodhur, e Sabris. Çdo fshirje e Lotit kur ata nuk shikonin, çdo natë fjetur e uritur, çdo sakrificë bër pa ankesë, çdo histori e treguar me qirinj, çdo bëhunjeri, çdo unaza bëri punën e saj, çdo jam mirë kur nuk ishte, çdo mëngjes i ngritur me vendosje të re. Gjithçka kishte qenë investim, jo me para, por me veten. Dhe kthimi i atij investimi kishte qenë 3 burra të mirë, 3 njerëz me karakter, 3 djem që e dinin ku ishin rrënjët e tyre dhe nuk i kishin harruar kurrë. Tani, në mbrëmjet e kopshtit të ri, Sabria ulej me çajin e saj. Shikonte pemët frutore të reja, dëgjonte tingujt e fshatit, ndjente erën e tokës pas shiut. Dhe ndonjëherë, kur era lëvizte perdet e lehta të bardha brenda dhomës dhe drita kishte atë tonin e artë të mbrëmjeve të vonë, ndjente diçka të plotë brenda vetes, diçka si heshtja pas muzikës madhe. Kishte dhënë gjithçka, kishte marrë gjithçka, dhe në përgjithatë, kishte mbetur vetvetja. Sabria, me sytë e errët dhe të thellë, me duart e punuara, me zemrën e patundshme.
grua e thjesht nga fshati i vogël me smaleve, e cila pa e ditur kishte ndërtuar 3 shtylla të forta në botë. Kjo ishte historia e saj. Historia e çdo nëne që sakrifikoi në heshtje. Historia e dashurisë që nuk kërkon dëshmi. Nëse kjo histori u preku në zemër, nëse e ndjeni të vërtetën e saj, shkruani në komente emrin e nënës tuaj, ose thjesht fjalën nën, si nderim për të gjitha ato nëna që mbajnë botën mbi supet e tyre, pa u ankuar kurrë. Ndani këtë video me dikë që ka nevojë ta dëgjojë sot, dhe nëse ende e keni nënën pranë, telefonojeni tani. Jo nesër. Tani.